ende i errësirë, një yll shndriti fuqishëm për të treguar se lindi shpresa. Kur bota vuante në pranga dhe robëri, një grash dhe një stad do të mbarte çelësin e lirisë. Atje, ku askush nuk e mendonte, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Një yll udhërrëfyes, një grasht për ulësie, një shpresë e fituar. Gjatë gjithë muajit dhjetor, përjetimi i Krishtlindjes në Radio Emanuel. Atje, ku askush nuk e mendonte, kur bota ende i errësirë, kur bota vuante në pranga dhe robëri, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Miqë, rikthehemi në studio dhe sapo kemi dëgjuar Oh Holy Night nga We Are Messengers. Dhe këto ritme kaq të bukura të një versioni kelt të Natë Shenjtë na kthejnë në një hapësirë shumë të bukur dhe shumë të gjerë të programit ton që i dedikohet dëgjuesve tanë. Në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram, ne postuam një pyetje. Çfarë shpresë paqe apo dashurie mbani në zemër për veten dhe për ata që doni? Dhe komentet nuk mbaronin. Ne kemi bërë një listë të gjatë, të cilën po e shikoj në këto momente, me të gjithë dëgjuesit dhe me të gjithë komentuesit tanë në rrjetet sociale që vendosën të japnin një mesazh për audiencën ton, për radion, për stafin ton, për të gjithë njerëzit që po na ndjekin në këto momente për Krishtlindje në datën 25 dhjetor. Dhe e nisim me një person shumë të veçantë, është Flavio Manellari. Ne me Flavion kemi bashkëpunuar shumë herë. Ai vjen nga kisha e Vloçishtit dhe merret madhurimin dhe luan një rol shumë të rëndësishëm në grupin të rinjve dhe na përshëndet dhe thot gëzuar Krishtlindjen, paqe, shëndet dhe bekime për të gjithë ju dhe familjet tuaja. E falenderojmë Flavio. Dhe Kila, para se të vazhdosh me të tjerë, do bëjmë një pakt. Para se të vazhdojmë. Pakti është që mesazhet që vijnë prej fisit tim do i lexosh ti, mesazhet që vijnë prej fisit tënd do i lexoj unë. Me fiset e të tjerëve pastaj ndajmë bashkë, nuk është problem. Falenderojmë në fakt çdo dëgjues që kanë ndarë këto urime, mesazhet e tyre janë vërtet shumë të rëndësishme për ne, sepse ti e përmendë Xhimi në hyrje të puntatës në ditën e sotme, ka shumë persona që na ndjekin, na dëgjojnë vazhdimisht, jo vetëm përmes frekuencave tona, por edhe online dhe në gjitha format që ne jemi në transmetim, dhe kjo është diçka vërtet shumë e veçantë dhe jam shumë e lumtur sot që kemi kaq shumë urime dhe kaq shumë mesazhe. Atëherë po nis me një mesazh shumë të veçantë nga Kristiana. Kristiana shkruan: Jezusi, biri Perëndis, ju deshi aq shumë sa erdhi, jetoi jetën që ne duhet të kishim jetuar dhe solli mbretërinë e Perëndis në tokë. Këtë Krishtlindje uroj që drita e mbretërisë së tij të ndriçojë në jetën tuaja gëzuar. Të falenderojmë Kristiana, gëzuar për ty dhe familjen tënde. Të falenderojmë, kemi kopa u parë. Vazhdojmë me një tjetër koment. Vazhdojmë me Geno Bregun, i cili është pastor i kishës në Sovjan. Po. Dhe ai thot: në këtë Krishtlindje, kur zhurma ndalet për një çast dhe zemra kërkon kuptim, kujtojmë se shpresa erdhi në heshtje. Një fëmijë i lindur për të sjellë dritë në errësirë dhe paqe në zemrat tona. Zoti ju bekoft ju, familjet tuaja dhe çdo hap të suaj me dashuri, shpresë dhe paqe që nuk shuhet. Gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar dhe për ty Geno, të falenderojmë për bashkëpunimin dhe të falenderojmë për urimin tënd. Falenderojmë Genon dhe mbrim në një tjetër koment. Në fakt Gerta Vandilli është një mikeshe e programit Muzik Plus, Radio Emanuel, her pas here ka qenë e ftuar këtu, ka ndarë më shumë në lidhje me tema të rëndësishme që ne së bashku kemi trajtuar. Ajo është autore, mësuese, dhe në fakt është një ndjekse jona. E përshëndesim në ditën e sotme dhe dua të ndaj edhe urimin e saj. Krishtlindja është momenti i shpresës, dëshirave për më të mirën, mbështetja për kë nuk mundet, dashuria për kë ka humbur forcën e jetës. Është kujtimi për njerëzit që na mungojnë, është gëzimi faljes, sepse është dikush që vuan për ne dhe merr mbi vete mëkatet tona
për shumë mot Krishtlindje të gëzuara. E di sa më pëlqen kjo shpreha për shumë mot, Kela. E kemi tipike në shqiptarët për shumë vite, për shumë dekada në të ardhmen, dhe të jemi të gëzuar për herë. Dhe vazhdojmë me një super yll, me një person që ka qenë shumë aktive dhe kemi bërë shumë bashkëpunime me këngët që kemi sjell, është Gloria Nure, talenti i radios ton, talenti i qytetit ton, që thotë gëzuar periudhën më të bukur të vitit, faleminderit për çdo program dhe tingujt tuaj në lavdi të Krishtit. Ky vit sjell të forcë më të madhe besimi, gëzim dhe paqe për të gjithë. Besim, gëzim dhe paqe. Nuk ka uri më të bukur të Krishtlindje. Falenderojmë Gloria dhe turojmë gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar Krishtlindjen Gloria dhe ndalemi tek një tjetër mikeshe programit Muzik Plus e Radio Manuel, Elsida Kolonata. Ajo para disa ditësh ka qenë pjesë e programit Muzik Plus, pjesë e kishës Fjala Jetës, duke drejtuar aty disa shërbesa, edhe Elsida na shkruan Krishtlindja është koha kur dashuria u mishërua në një foshnjë. Jezus Krishti, le të sjellim jetë, shpresë dhe besim duke shpërndar dashurinë e tij me të gjithë, gëzuar Krishtlindjen, gëzuar edhe për ty dhe familjen tënde Elsida. Tani ne lexuam shumë komente dhe ka shumë komente të tjera që do të bëjmë një pauzë, një pauzë muzikore. Dhe mund që mos I lodhim shumë dëgjuesit dhe do prezantojmë këngët e reja që kanë dalë ditën e dieshme, faktikisht për vigjiljen e Krishtlindjes. Ekskluzive, transmetojmë për herë të parë në Radio Manuel. Nga një grup që e ka ndryshuar muzikën e adhurimit në Shqipëri ose ka sjell një version të modernizuar, një version profesional, është një punë e jashtëzakonshme. Vjen grupi Ndërbreza me një këngë që këtu të më dëgjojnë me vëmendje ata që kanë frekuentuar kishat për mbi 20 vite, ose mbase edhe më shumë, sepse kjo është një këngë që I gjithë ai brez e di dhe mbase do e këndojnë ndërkohë që e dëgjojnë. Është Praise Adonai nga Ndërbreza. Ju përshëndesim miq, vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel, jeni duke ndjekur programin Muzik Plus.
Zoti ynë, që e ulur për mbi pronë. Qengji Perëndis, t'japim ty adhurime sot nga zemra tona. Lavdroja Adonai, që kur dielli të shkëlqej, deri kur errësira të vjen. Lavdroja Adonai, gjithë komet për mbi tokë, edhe ëngjëjt lart në qiell lavdroj. Haleluja, haleluja, Zoti ynë. Keni qenë në shoqërinë e ndërbreza me këngën e tyre Lavdroj Adonai dhe gjejmë rastin që t'i falenderojmë për punën e palodhur dhe për përkushtimin e tyre. Realisht na keni kënaqur dhe na keni sjell një version shumë të bukur të këngëve që i kemi ditur gjatë gjithë këtyre viteve, por që ju i keni sjell në tingull. Edhe ka shumë këngë të tuaj. tjera, Dhe ka që shumë disa këngë prej të tyre tjera. do të keni mundësi për t'i ndjekur sot në programin Muzik Plus për herë të parë, por që patjetër do të transmetohen në vazhdim edhe Në vazhdim në në radion valët e tonë. radios. Kështu që her pas here jeni të vëmendshëm sepse këngët e tyre kanë për të qenë në çdo moment. Vazhdojmë me hapësirën e komenteve, se thamë është një hapësirë shumë e gjerë, kemi shumë komentues dhe vazhdojmë me komentin e një personi që ne kemi ftuar her pas here në radio, është Greta Kolonata. Ajo thot, Krishtlindje. Një festë që sjell gjithmonë shpresë, paqe dhe dashuri në çdo zemër njeriu, si i madh si i vogël. Uroj që këtë Krishtlindje njerëzit të kuptojnë se sa e rëndësishme është besimi tek Jezusi dhe ndjekja e tij në çdo ditë të vitit. Gëzuar Krishtlindjen dhe mirësia e Zotit ton Jezus qoftë në zemrat dhe në veprat tuaja. Shumë bekime edhe për ty Greta, të falenderojmë që ke bërë këtë urim dhe gëzuar Krishtlindjen. Dhe kila vurare një gjë. Komentet janë sikur i kanë shkruar shkrimtar. Nuk ke një urim të thatë, nuk gjen një fjali të paplot. Se janë urime prej zemre Janë urime prej zemre dhe janë të bukura. Unë nuk do i bëja dot më bukur po të isha vetë. Dhe njerëzit patjetër përmes një urimi shprehin gjithçka që ndjejnë në zemrën e tyre dhe të tilla janë dhe urimet në ditën e sotme. Gjithashtu një mikesh e Radio Emanuel, Linda Çollako nga Kisha Ungjillore në Bilisht, ndjekse e rregullt e jona na ka uruar dhe ka ndarë edhe komentin e saj, gëzuar Krishtlindjen, ndërsa gjithë bota jonë është në vrapë nxitim, ftesa e Zotit tonë është: ndaluni e pranoni që unë jam Zoti. Ti tokë pra pranoje mbretin tënd. Qoftë kjo Krishtlindje një kujtesë për të gjithë ne se jemi mjeram pa Zotin. Drita e shkëlqimit të Krishtlindjes dhe drita e kësaj feste na kujtofshin dhimbjet edhe vuajtjet në kryq. Hiri dhe mirësia e Zotit qofshin dëshira e zemrave tona. Bekime. Të falenderojmë Linda, të urojmë gëzuar Krishtlindjen ty dhe familjes tënde dhe e vlerësojmë që ti gjithmonë na shkruan dhe je një ndjekse e rregullt të programeve tona. Tani vazhdojmë me një person tjetër që është gjithashtu mikesh se po e përsërisim këtë fjalën mik, por është e vërtetë. Është e vërtetë. Jemi në komunitet, jemi prezent dhe sigurisht që kemi shumë miq të cilët shkruajnë dhe komentojnë, por Ilda padyshim që është një pjesë dhe një kontribut shumë i rëndësishëm në radio, por gjithashtu e falenderojmë dhe për punën që bën në Fondacionin Misioni Emanuel. Dhe ajo thot: gëzuar Krishtlindjen, në këtë festë të shenjtë ju uroj që drita e Krishtlindjes të sjellë paqe, dashuri dhe shpresë në zemrat dhe familjet tuaja. Uroj që kjo kohë të na afrojë më shumë me njëri tjetrin, të na bëjë më të ndjeshëm, më solidar dhe më minjos për gjithçka që kemi. Ju uroj shëndet, harmoni dhe bekime në çdo ditë të vitit që vjen. Gëzuar Krishtlindjen dhe festa të bardha për të gjithë. Kjo më kujtoi atë këngën White Christmas, festa të bardha për të gjithë. Ne po presim Borën këtu në Korçë, e cila ende nuk ka ardhur dhe nuk e di se do vi, mbase do bjerë për Pashk, nuk i dihet asnjëherë. Wow, gjiminan çove deri në Pashk. E po kështu po lëviz moti tani, kështu po lëviz në fund të vitit. Nëse për Krishtlindjen nuk patëm Mbase mundësi. ka shpresë akoma, po. Për vitin e ri të kemi Borë, do ishte bukur. Tani duhet të marrësh një vendim në këto momente, nëse do e marrësh ti përsi për Fisin Dallaku, për të cilit kemi shumë komentues, dhe nëse do e bësh, atëherë ti për këtë unë do marr pjesën që mbetet. Mos u shqetëso. Ervini gjithashtu është një person shumë i veçantë për ne, ka një kontribut të rëndësishëm, qoftë për radion, tek Misioni Emanuel,
të cilin ai drejton momentalisht dhe e përshëndesim Ervinin, familjen e tij, e falenderojmë për këtë urim të cilin unë do ta ndaj në këto momente. Ervini na shkruan: gëzuar Krishtlindje, uroj që kjo festë e shenjtë të mbush zemrat tona me paqe, shpresë dhe dashuri të sinqertë. Le të sjellë Krishtlindja shëndet në familje, ngrohtësi në zemra dhe dritë në çdo hap të jetës sonë. Zoti ju bekoft ju dhe të gjithë ata që doni. Sa bukur, sa urime të veçanta dhe sa shumë pozitivisht ndikojnë edhe tek ne, Xhimi, nuk e di si është për ty, po për shembull edhe në këto momente që jemi duke i ndarë me dëgjuesit, për mua personalisht është shumë e veçantë. Kaq shumë urime, kaq shumë fjalë zemre, kaq shumë fjalë të sinqerta ku njerëzit dëshirojnë patjetër më shumë dashuri, më shumë kujdes për njëri tjetrin, më shumë paqe. Edhe më shumë festa të tilla, pse jo? Thon Kela që fjalët i merrera, po nuk mendoj që i merrera dhe aq, sepse fjalët të ndryshojnë, fjalët të ndikojnë shumë mirë dhe ne në këtë sezon patjetër që kemi nevojë që të dëgjojmë që njerëzit e vlerësojnë punën që ne bëjmë, që njerëzit i vlerësojnë programet tona, edhe që patjetër na urojnë diçka. Është për herë mirë që të marrësh bekimet e një personi, të marrësh urimet. Dhe do vazhdoj. Tani tham që fisin tim do e marrësh ti. Po mos u shqetëso, mund të ndash këtë duash. Jo, fisin tim po e lexoj vetë. Po i ndryshon vendimet kështu, a? E di që nuk mund të mos e ndaj edhe opinionin e nënës tënde. Është personi më i veçantë i jetës time, të cilën marr rastin ta përshëndes çdo mëngjes, çdo drekë, çdo darkë pasi jetoj me të, por që realisht nuk e di çfarë do bëja pa gjyshen time, çfarë personi do isha pa gjyshen time, dhe e përshëndes dhe në një ditë si kjo e sotmja, në 25 dhjetor, ditën e Krishtlindjes, edhe në këtë periudhë që ne reflektojmë për jetën tonë, reflektojmë për njerëzit tanë të dashur, nuk vinë shumë emra të tjerë që konkurrojnë emrin e gjyshes time në jetën time. Sa bukur të dëgjosh këtë nga njëri, besoj që është një kënaqësi shumë e madhe për të. Kështu që po e lexoj komentin dhe uroj të më ketë përmendur. Aq shumë na deshte Krishti Jezus, sa nuk erdhi si një mbret, por si një foshnjë, i lindur në krasht në mes të kafshëve dhe aromës së keqe. Jezusi solli shpëtimin nëpërmjet përullësisë, dashurisë dhe paqes. Gëzuar Krishtlindjen, drita e Zotit ndiqoft zemrat tuaja, gëzuar stafi Radio Emanuel. Falenderoj Marila, gëzuar edhe për ty, edhe do të ndalemi tek një tjetër koment në këto momente. Angela Rakollari, gjithashtu ka qenë një tjetër e ftuar në programin Muzik Plus në këtë sezon Krishtlindje. Ajo na shkruan: në këtë Krishtlindje, lutja ime është që drita e Krishtit të mos mbetet vetëm në zbukurime, por të lindë çdo ditë në zemrat tona. Qoftë një kohë paqeje që shëron plag, shpresë që ringjall besimin dhe dashuri që na mëson të falim, të duam dhe të jemi pranë njëri tjetrit. Zoti e bekoft çdo familje me qetësi, unitet dhe gëzim të vërtet. Gëzuar Krishtlindjen, gëzuar edhe për ty Angela dhe për familjen tënde të bukur. Dhe është koha për të vjuar me Fisin Dallaku. Po. Kemi Mirën, Samira Pikuli, e cila na thotë: në këtë Krishtlindje, uroj që zemrat tona të mbushen me qetësi, dashuri dhe mirënjohje. Qoftë kjo festë një përqafim i ngrohtë për shpirtin, një dritë shprese për çdo ditë që vjen dhe një kujtesë se sa e bukur është mirësia e ndarë me njëri tjetrin. Gëzuar Krishtlindjen me shëndet, paqe dhe shumë dashuri pranë atyre që doni. Të falenderoj Mira, gëzuar edhe për ty dhe për familjen tënde. Kemi ende shumë urime dhe komente që miqtë tanë kanë ndarë në rrjetet tona sociale. Do të vazhdojmë t'i prezantojmë të gjitha ato më njëherë mbas hapësirës muzikore që do të ndiqni në këto momente. Gloria Nure, Xhimi e përmendi edhe më herët, ka qenë një bashkëpunëtore jona, kemi realizuar disa këngë ndër vite dhe një ndër këngët më të bukura që kemi realizuar me Glorian është Maria e Di. Ne ju përshëndesim pikërisht me këtë këngë dhe rikthehemi vetëm pas pak në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus në këtë ditë të veçantë, data 25 dhjetor. Na ndiqni. Që fëmija yt një ditë do t'ecë mbi ujë. Maria e di që fëmija yt gjithë breza do shpëtojë. A e di që fëmija yt ka erdhur të shpengoj. Ky fëmijë që
ti linde, shumë shpejt do të rilinde dhe ty. Maria e di që fëmia yt do të bënte të verbrin të shikoja. Maria e di që fëmia yt stuhi me dorën e ti do qetësoja. A e di që fëmia yt ka ecur ku engjëjt ecë, kur puthje fëmijën e vogël, puthje fytyrën e Perëndis. O Maria e di. O Maria e di. Të verbri do të shojnë, të shurde do të qojnë, të vdekurit do të krije sërisht, të qelet vrapojnë, të pagojet do të thonë, lavdrime për qengjin. O Maria e di. Maria e di që fëmia yt është Zoti i gjithë krijimit. Maria e di që fëmia yt kombe do të sundoj një ditë. A e di që fëmia yt është qengji i përsosur, ky fëmijë që përqafon është i madhi. Unë O Maria e di. Sapo kemi ndjekur Gloria Nure me Maria e di dhe do vazhdojmë me pjesën e tretë tani të leximit të komenteve që dëgjuesit tanë dhe miqt e radios tonë kanë dërguar për gjatë këtyre ditëve. Ne e bëm postimin para 3 ditëve, mos gaboj Kela. Dhe unë në fakt duhet të vazhdoj të kontrolloj nëse kam mbritur ndonjë opinion edhe koment tjetër. Dhe çdo ditë, çdo moment shtohet ai mali dhe pirgu i madh me sa mirë, komente. është vërtet bekim në fakt që njerëzit na shkruajnë, na ndjekin edhe kanë urime të tilla edhe vlerësime të tilla për ne. Kjo na inkurajon Xhimin atë që ne bëjmë në përditshmëri. Edhe është bukur që pse jo në ditë të tilla feste të fokusohemi vetëm tek dëgjuesit, ashtu sikurse ne kemi zgjedhur sot. Dhe vazhdojmë me një person që kur i shikon komentet në Facebook, ngjitur profilit ka atë ikonën Top Fan. Është personi që për herë komenton është Nëna Vali. Unë nuk ja them dot emrin e plot Valentina Riska sepse jam mësuar për herë që e quaj Nëna Vali. Më ka rritur dhe shikojmë për herë që është aktive, na uron për herë, edhe ne duam që t'ia kthejmë urimin, të falenderojmë që na ndjek dhe të urojmë Krishtlindjet bekuara. Ajo thot: Kela Xhimi, keni punuar dhe na keni sjell Krishtin çdo mëngjes në zemrat tona dhe në shtëpitë tona me programet e mrekullueshme. Faleminderit dhe në shkronja kapitale. Zoti Krisht ju bekoft, gëzuar Krishtlindje. Gëzuar Krishtlindje, Nëna Vali, është vërtet kënaqësi të dëgjosh urime të tilla, vlerësime të tilla për gjithë ju që na ndiqni. Aurela është një tjetër ndjekse jona e cila ka ndarë edhe urimin e saj. Ajo na shkruan gëzuar Krishtlindjen. Jezusi tha: Unë jam drita e botës, kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Le të ndjekim dritën në mënyrë që edhe njerëzit e humbur të ndriçohen prej saj dhe të gjejnë rrugën e vërtetë dhe jetën, pra Krishtin së bashku me faljen, paqen, gëzimin dhe dashurinë e tij. Aurela, të falenderojmë vërtet shumë, bekime për ty dhe familjen tënde. Gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar Krishtlindjen Aurela. Dhe tani Kela, vazhdojmë me një tjetër person që nuk i them dot emrin e plot, pra nuk e them dot me emër sepse jam mësuar që e quaj për profesore Lindita. Dhe ndodh shumë rrallë faktikisht në jetën e një personi që të kesh një mësuese që e ke, jo vetëm mësuese, po edhe mikesh, donjëherë edhe mentore, një person që të këshillon, një person që i shkon me problemet e tua dhe të jep një copës nga mençuria dhe nga përvoja jetësore.
kështu që profesore të përshëndes dhe të uroj që këtë Krishtlindje ta festosh me tavolinën plot, me të dashurit e tu, me njerëzit dhe me miqt që i di që i ke të shumë dhe unë jam njëri prej tyre. Dhe ne dhe gjithë stafi radios tonë të urojmë gëzuar Krishtlindje. Gëzuar Krishtlindje. Ajo thot, një urim të përzemërt për të gjithë dëgjuesit tuaj, Krishtlindje të bekuara e një vit të ri të mbar për të gjithë. Urimi më i ngrohtë shkon për Xhimin, thot, i cili është vetë bekimi për familjen tuaj, respekte. Shumë faleminderit dhe po e them edhe një herë, gëzuar Krishtlindjen dhe gëzuar vitin e ri. Ndalemi tek një tjetër koment, Liliana Dallaku, një tjetër nga kjo familje. Familja po. Në shkruan Krishtlindje të gëzuar, auroj që shtëpia e secilit të mbushet me paqe, armoni dhe gëzim në këtë ditë të shenjta, shëndet të mirë, fat të mbar dhe shumë momente të bukura familjare për të gjithë. Të falenderojmë Liliana, gëzuar Krishtlindjen për ty dhe familjen tënde. Dhe vazhdojmë me një tjetër, kera nuk na mbarojnë miqt. Seriozisht, ndjem aq mirë. Është e vërtetë dhe këto nuk është se jemi duke përsëritur kështu për thënë, por është e vërtetë. Të gjithë personat që na kanë shkruar janë persona që ose kanë qenë her pas here pjesë e programit Music Plus apo edhe programeve të tjera në Radio Emanuel, por edhe ata persona që na ndjekin janë pjesë e komuniteteve të ndryshme, qoftë në Bilisht, në Ersek, këtu në Korçë apo edhe përtej. Dhe marrim rastin për të falenderuar dhe komunitetin e kishës ungjillore në Bilisht. Nuk e di çfarë njerëz të ngrohtë me zemër të madhe janë. Kam patur rastin edhe ti bashkë me mua dhe gjithë stafi jonë që të shkojmë her pas here në kishën e tyre dhe ata preri kam patur dyert e hapura për ne. Është vërtet. Një koment nuk mund të mungonte sigurisht nga gëzimi, i cili është një i ftuar i përhershëm në programet tona këtu në Radio Emanuel, dhe ai thot: urime dhe bekime në këtë kohë ku kujtojmë dhe festojmë atë që Perëndia ka bërë, dhe ka parafrazuar një varg nga Luka 2, kapitulli 2, vargu 8 deri në 11. Në atë vend gjendeshin disa barinj që kalonin natën në përara duke ruajtur tufën e tyre. Një engjëll i Zotit ju shfaq atyre dhe lavdia e Zotit i mbështolli me dritë. Ata u trembën shumë, por engjëlli ju tha: mos keni frikë. Ja po ju jap lajmin e mirë, një gëzim të madh për të gjithë popullin. Sot në qytetin e Davidit ka lindur për ju një shpëtimtar që është Krishti Zot. Ka shpresë në mes errësirës sepse Jezusi erdhi. Jezusi është përgjigja për problemet që jeta na sjell. Zoti ju bekoft, Radio Emanuel Albania. Është e vërtetë. Jezusi është problem, Jezusi është zgjidhja, Jezusi është përgjigja. Dhe në këtë periudhë e kemi përmendur shumë herë, është një periudhë që nuk është më e paqta, është një periudhë që nuk kemi në gjendjen më të mirë. Secili prej nesh ka ato sfidat, vështirësitë, momentet e vështira. Qoftë në nivel global dhe qoftë në nivel individual, unë jam i bindur që çdo person ka luftat, ka problemet, ka betejat e veta, dhe është për herë mirë që të kujtojmë që përgjigjen e gjejmë tek Jezus Krishti. Të falenderojmë gëzim, gëzuar Krishtlindjen për ty dhe familjen tënde. Bernareta na shkruan: gëzuar Krishtlindjen, paqja e Krishtit në gjithë botën, një tjetër urim për paqe. Në Xhimi të tilla ka pasur shumë në ditën e sotme në programin Music Plus. Të falenderojmë edhe gëzuar Krishtlindjen edhe për ty. Gëzuar, dhe vazhdoj me komentin e Henry Taret, Henry që kam patur mundësinë që ta njoh edhe më shumë me punën që ai bën në fondacion dhe dhe të njoh zemrën e tij dhe dëshirën që ka për të ndihmuar të moshuarit. Dhe siç tham, ai jeton dhe shumë antar ose i gjithë stafi i fondacionit Mision Emanuel jetojnë në një realitet që ne nuk na pëlqen. Jetojnë në përditshmërinë e tyre me njerëz që kanë probleme, kanë halle, varen prej tyre dhe i shikojnë ata si zgjidhjen e problemeve të tyre dhe i shikojnë si një shpresë në jetën e tyre. Dhe si thua të bëhen ju janë bërë dhe si fëmijë deri diku. Si familjar, si një familjar pa të cilin nuk jeton. Ata ndajnë shumë, ndajnë sfidat, ndajnë ato momentet e vështira, por pse jo, jam e sigurt që të moshuarit edhe personat që punojnë me ta në këtë rast edhe Henry ndajnë dhe ato momentet e bukura me njëri tjetrin, sepse mosha e tretë pëlqen të përcjell gjithmonë edhe më tepër dashuri, pozitivitet, edhe të tregoj dhe ato momentet e bukura gazmore që kanë kaluar në jetën e tyre. Dhe Henry thot: gëzuar Krishtlindjen, plot bekime dhe paqja e Krishtit qoftë mbi të gjithë. Gjithashtu një urim na vjen nga Esmeralda: gëzuar Krishtlindjen, gëzuar edhe për ty, por edhe një tjetër mikeshe
Radio Emanuel na ka shkruar Liliana Tanuçi, kalofshi bukur me Krishtlindjen gëzuar. Edhe ti teta Liliana kalofsh bukur dhe me familjen tënde të urojmë një Krishtlindje të plot shëndet edhe gëzim. Dhe vazhdojmë me këtë e mbyllim pjesën e tretë. E treta është Kela tani se po. parojmë. Unë nuk i kam numëruar, por që nuk ka rëndësi. Vazhdojmë me Liliana Zarkën, e cila thot gëzuar për shumë vjet, gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar edhe për ty. Edhe një herë është kjo fraza gëzuar për shumë vjet, nuk e di pse më pëlqen kaq shumë, por tregon një vijimsi, tregon për të ardhmen, tregon që kjo periudhë është një si themi një paraprise e asaj që ka për të ndodhur në vijim dhe mbi të gjitha ju urojmë shëndet. Më duket se nuk e kemi përmendur këtë gjë aq shumë. Ju urojmë shëndet, sepse kjo është e para. Në qoftë se nuk kemi shëndetin, në qoftë se nuk kemi mirë fizikisht, pastaj nuk mund të vazhdojmë dhe me gjërat e tjera. Kështu që ju urojmë për ju dhe familjarët e juaj, kudo që t'jeni, sido që t'jeni, ju urojmë që të keni shëndet, të keni gëzim dhe lumturi në strofën tuaj familjare. Dhe vazhdojmë me një tjetër hapësirë muzikore. Vazhdojmë me këtë ritmin e këngëve të Krishtlindjes që sigurisht sjellin atmosferën e tyre dhe na sjellin mbas edhe nostalgjin. Është një këngë nga Besa Kokdhima që quhet Noeli i parë. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar edhe më shumë me urimet dhe komentet tuaja në rrjetet tona sociale. Fjale shenjë Noel, dhënga gjoj në qelë, për t'u thënë pakës shpres dhe parive qas flenë, hëngjët thonë do t'ke, qelin t'le pyth fëmi, në këtë natë të Grazie, Noel, 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 Noel. Breti ka lindur në Izrael. Kërkuan gjallë me një yll në qelë. Noeli i parë është kënga që sapo keni ndjekur. Rikthehemi në studio në programit Music Plus së bashku me Xhimi në ditën e sotme. Në këtë puntat speciale në 25 dhjetor jemi duke festuar së bashku Krishtlindjen edhe përmes gjithë urimeve
edhe komenteve që kanë mbritur në faqen tonë të internetit, në Instagram, nga miqtë edhe dëgjuesit tanë të rregullt. Edhe një tjetër mikesh e Radio Manuel e programit Muzik Plus është Elenica Kotelli, ajo ka qenë e ftuar në programin Muzik Plus, ka ndarë një urim shumë të veçantë dhe falenderoj edhe për këtë urim të saj, gëzuar Krishtlindjen. Në këtë kohë drita dhe shpresë uroj që paqja e Krishtlindjes të prek çdo zemër, çdo familje dhe çdo shpirt pa dallim. Një urim i veçantë shkon për gjithë fëmijët dhe të rriturit me autizëm dhe aftësi të kufizuara. Ju jeni një bekim i çmuar për këtë botë. Uroj që shoqëria jon t'ju shohë gjithmonë me sy dashurie, mirëkuptimi dhe respekti, duke ju pranuar ashtu siç jeni, unik, të vlefshëm dhe plot dritë. Qoftë kjo Krishtlindje një kujtesë se dashuria e vërtet nuk ka kufi, se empatia na bashkon dhe se çdo njeri meriton të ndihet i pranuar, i dëgjuar dhe i dashur. Paçi shëndet, qetësi në zemër dhe shpresë për një të ardhme më të drejtë, më njerëzore dhe më të ndritshme për gjithë. Gëzuar Krishtlindjen me paqe, dashuri dhe mirësi. Dhe unë në fakt nuk kam fjalë për të shtuar për këtë urim të veçantë që Elenica ka ndarë përgjatë këtyre ditëve. Mbi të gjitha ajo është një nën e një djali me autizëm dhe e prek gjithmonë realitetin, sfidat, vështirësitë me të cilat përballen, por e di shumë mirë që ajo është një grua shumë e fortë dhe është një grua që inkurajon gjithmonë edhe më tepër të tjerë prindër që ndodhen në të njëjtat situata, në të njëjtat sfida. Tani ti Kela po më thoje pak më para gjatë hapësirës muzikore që mos fol kaq shumë, po si mund të mos flasësh dhe si mund të mos Ke të drejtë Xhimi. Si mund të mos flasësh për këtë temë që është kaq e bukur dhe sidomos në këtë kohë, nuk e di, kam një vlerësim shumë të madh, sidomos tani gjatë Krishtlindjes për njerëzit sidomos që janë në spektrin e autizmit ose njerëzit që mbase nuk janë plotësisht si ne, por që kanë zemrën më të pastër, kanë shpirtin më të sinqert dhe kur të përqafojnë me sinqeritet, me ngrohtësi, me cilëtërsinë e tyre dhe ti e di që kjo është e vërtetë, kjo është e sinqertë. Nëse nuk vërtet nuk e ndjejnë ose nuk duan ta bëjnë diçka, nuk e bëjnë. Kështu që nëse ky është një mësim i mirë edhe për ne. Edhe për ne të tjerë, nëse do të gjesh vërtetësi dhe sinqeritet, shko tek ata. Vazhdojmë me një koment nga Kleida Dule, e cila thot: "Gëzuar Krishtlindjen, uroj që kjo festë e shenjtë t'ju sjellë paqe, shëndet, dashuri dhe gëzim në familje. Qofshin ditët tuaja të mbushura me ngrohtësi, mirësi dhe shpresë për një vit sa më të mbar." Kleida është një mikesha imja, të falenderoj edhe të uroj gëzuar Krishtlindjen për ty dhe familjen tënde. Gjithashtu Tani Kollonata, apo Urtan Kollonata, një mik i përhershëm i Radio Manuel i programit Muzik Plus, na ka shkruar urimin e tij, gëzuar Krishtlindjen dhe bekimet e Zotit në jetën tuaj. Falenderoj Urtan, gëzuar edhe për ty dhe familjen tënde. Dhe në sërën e gjatë të shkrimtarëve që komentojnë në faqet tona, të cilët edhe një herë gjej rastin që t'i falenderoj për urimet kaq të bukura, edhe kur i lexon janë me pika, me presje, me apostrofa, me shprehje të bukura, me metafora, me çdo element që e bën një tekst edhe të bukur dhe nga ana estetike. Ke qejf që ti lexosh këto mesazhe. Dhe vazhdojmë me një tjetër shkrimtare, në thonjza, është Jessina Jessi Boja, e cila thot: "Në këtë Krishtlindje, lutja ime është e thjeshtë por e thellë, që Zoti të prek çdo zemër me paqe, të shëroj çdo lodhje shpirtërore dhe të mbush shtëpitë me ngrohtësi. Mbaj në zemër shpresën që dashuria të mos na mungoj kurrë, që fjalët e mira të thuhen më shpesh dhe që ata që i duam t'i kemi pranë me shëndet e buzëqeshje. Për veten dhe për të gjithë njerëzit e dashur, uroj bekime, forcë në ditët e vështira dhe dritë që të mos shuhet kurrë. Gëzuar Krishtlindjen me zemër plot mirënjohje." Unë e njoh Jessina nga afër, ajo ka qenë në Radio Manuel para disa vitesh, gjithmonë e gatshme për të ndihmuar, për të mbështetur edhe për të qenë pranë njerëzve të cilët kanë gjithmonë edhe më tepër nevojë. Falenderoj Jessina për këtë urim. Të uroj bekime aty edhe familjes tënde. Dhe është momenti që të vazhdojmë me një tjetër këngë nga lançimet e reja të grupit Ndërbreza, dhe në këtë periudhë që ne kujtojmë ardhjen e mbretit ton në tokë, do sjellim një këngë që quhet Kurora e mbretit. Prandaj le të ndjekim Victor's Crown nga grupi Ndërbreza.
lufton për ne Zot, me hëngjë tanë e mban, i gëzuar jam se ti, kur orën e fitores man, ti e ndihma mbrojtja ime, shpëtim tani miku im, me anë të hirit të ndjetoj, të ta adhuroj. Kur dëgjoj sa madhështorje, ulem para emrit tënd, para teje frikam poshte, se ti Zot je fitimtar. Lavdia jote mbush të tempu, fuqia jote le të rjet, me anë të hirit të ndjetoj, të ta adhuroj. Që të humburit shpëtojnë, asnjëherë nuk mund të mposhtesh kur orën e fitores man. Ti je Jezusi Mesia, ti je shpesa për këtë botë, me anë hirin të mjetoj të ta adhuroj. Rikthehemi në studio miq për të ndalur tek të tjera urime që secili prej jush ka ndarë në rrjetet tona sociale për t'i prezantuar live në programin Music Plus në një ditë si kjo. Dhe Evia na shkruan: Jezus Krishti është i gjallë, le t'i tregojmë botës që ai na shpëtoi, erdhi në trajt njeriu, jetoi një lloj si ne dhe pagoi për ne atje në kryq. Asnjë nuk e bën këtë dhe le ta rrëfej çdo gjuhë, komp, që ai është i gjallë, lavdia e tij në shekuj të shekujve. Aleluja, gëzuar Krishtlindjen, gëzuar bekime për ju. Faleminderit Evia, gëzuar edhe për ty. Gëzuar Evia dhe vazhdojmë me një person shumë të dashur për mua dhe shumë të veçantë, është profesore Nikoleta Kalço. E përshëndes edhe unë, e kam pasur mundësinë të zhvilloj një bisedë shumë të veçantë me mësuesen Nikoletën. E përshëndesim, po e përshëndes para se të lexoj urimin e saj. Gëzuar Krishtlindjen dhe të uroj që çdo ditë të jetë më e mirë se ajo që vjen më përpara në dashuri dhe në familjarët e tu. Le të kemi dritën dhe shpresën e Krishtlindjes çdo ditë në zemër. Gjithashtu një tjetër urim vjen së fundmi në rrjetet tona sociale, më konkretisht në Instagram. Sergio Tela na shkruan: Gëzuar Krishtlindjen, mishërimi i Perëndis, shpëtimtari i cili erdhi në formën më të përulur për t'i dhënë botës një mesazh se ai lafroni në qiell dhe erdhi u bë njeri për të na shpëtuar. Të falenderojmë Sergio, gëzuar Krishtlindjen. Dhe vazhdojmë me një tjetër koment nga një mikesh e Radio Son dhe nga një mikesh e përhershme dhe shumë viteve, pavarësisht se me të na ndajnë kufit, ajo prerë është aktive në rrjetet tona sociale vërtet. Dhe na ndjek përherë. Lindita Sadiku thot: Gëzuar Krishtlindjen. Zoti na bekoi e dhuroi për të gjithë ne një dhuratë shumë të veçantë të çmuar Jezus Krishtin, që ne të jemi shumë të çmuar në sytë e tij, me shpresë për të sjellë ndriçim, dashuri e gëzim në zemrat tona. Gjithashtu duhet të ndaj edhe një tjetër urim. Agron Shpresa Sabaj na shkruan: vëllezër dhe motra në Krisht, gëzuar Krishtlindjen, Krishtlindje të bardha. Ju do të merrni dhuratën tuaj të shumëpritur, sepse Ati ju ka përgatitur një pako të madhe me bekime, sepse ju keni thirrur çdo ditë, lutem o Atë,
dhe ati vjen me bekim, paqe, dashuri, gëzim, durim, shërim, çlirim dhe fryma e shenjtë mbi ju do t'ju bekoj çdo ditë. Zoti ju bekoft. Të falenderojmë për këtë urime dhe është gjithmonë kënaqësi të lexosh komentet, opinionet tuaja, urimet tuaja në këtë ditë të veçantë, në këtë ditë feste. Por, ka një por. Po, Xhimi. Është edhe një koment tjetër, megjithatë duhet që të më lejosh ta shikoj këtë komentin. Është nga një person që mbase Edhe që Liliana sapo na ka shkruar, Liliana Tanucci. Më fal. do i lexojmë edhe këto të tjerat pa merak. Është një koment nga shefja jone për bashkët. Për ty shefe në punë, për mua shefe në punë edhe në shtëpi. Por thot Kela, Xhimi jeni bekim për ne. Dhe specifikisht për ty. Të falenderoj Kela që edhe sot në ditë pushimi nuk e hezituar asnjëherë për të qenë pranë dëgjuesve. Je një bekim dhe vlerë e çmuar për Radio Emanuel. Është shumë emocionuese në fakt në këto momente. Të falenderoj Efti Tani për këtë mundësi që më jepni për qenë pjesë e radios përgjatë gjithë këtyre viteve. Jam shumë mirënjohëse dhe shumë falenderuese, gëzuar edhe për ju dhe uroj që vërtet këto Krishtlindje të jenë të bekuara për ju në aspektin personal, familjar, por edhe për atë që ne së bashku bëjmë për punën edhe për misionin e rëndësishëm që ne jemi duke realizuar së bashku përmes Radios Emanuel. Dhe Kela uroj që edhe në vitet që vijojnë të vazhdojmë të mbajmë ndezur këtë pishtarin e pasionit që kemi për këtë punë. Është një mision i rëndësishëm. Është një gjë me vlerë që ne bëjmë në këtë komunitet dhe jo për t'i bërë qefin vetes, por realisht shikojmë që çdo ditë kemi mundësinë për të ndikuar jetët e njerëzve dhe pse jo mos vazhdojmë me vite me radhë. Unë besoj që Zoti ka gjëra për ne dhe që Zoti ka një plan për ne dhe pse jo këtu në këtë radio, këtu në këtë komunitet, këtu në qytetin e Korçës mos sillim dritë, sepse mundësinë e kemi, i kemi të gjitha mjetet dhe Zoti na ka dhënë, lavdi Zotit na ka dhënë të gjitha mundësitë për të qenë dritë në këtë komunitet dhe për të qenë shpresë dhe për të qenë një zë pozitiv dhe një ndihmës, një aset i dobishëm për komunitetin tonë. Është vërtet Xhimi. Dhe vazhdojmë me komentin e fundit nga një person shumë i veçantë. Lexuam një pjesë të komentit saj, por ajo ka shtuar dhe diçka tjetër. Të gjithë janë duke në ndjekur në këto momente dhe ky është vërtet një vlerësim. Vazhdojmë me Teta Lilianën. Po ta le ty. Po e lexoj unë dhe këtë. Vazhdojmë me Teta Lilianën, e cila thot Xhimi ma ka drejtuar mua. Xhimi, Krishtlindja është festa më e dashur për ty dhe unë të uroj nga zemra gëzuar Krishtlindjen. Bekim me paqen e jetën tënde, me respekt nga mikja jote. Të falenderoj shumë, të uroj edhe unë gëzuar Krishtlindjen, e paçpërer shtëpinë plot me miq, plot me njerëz të dashur, plot me familjar, sepse në fund të ditës kjo është e rëndësishme dhe kjo është e rëndësishme për festa. Kështu që realisht shumë faleminderit dhe gëzuar Krishtlindjen. Xhimi, ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak, pse jo për të ndarë ato urimet tona të fundit me gjithë ata që janë duke na ndjekur, por përpara se të shkëputemi, dua të ndaj edhe diçka të fundit. E di që jemi duke falendëruar, por është shumë e rëndësishme të jemi falendërues, të jemi mirënjohës, sidomos në ditë të tilla. Falenderoj patjetër çdo person që na ka shkruar, ndoshta ata që nuk kanë ndar një urim me fjalë, por me ato imazhe të ndryshme në komente që mund të kenë lënë. Gëzuar Krishtlindjen për gjithë ju miq që na ndiqni, por një falënderim të veçantë unë do të bëja në këto momente patjetër për gjithë dëgjuesit të Radio Emanuel, e programit Muzik Plus, por për gjithë ata persona me të cilët ne kemi kontaktuar për gjatë këtyre muajve, për gjatë gjithë vitit, por edhe më parë edhe kanë pasur patjetër dëshirën e mirë, zemrën e mirë për të qenë në Radio Emanuel. Pra një falënderim shkon për gjithë miqtë tanë, të ftuarit tanë gjatë gjithë këtij viti, që kanë ndarë me zemër tema të ndryshme. Kemi pasur diskutime për çështje që na prekin në përditshmëri. Kemi pasur mundësinë për të përcjellë më shumë inkurajim, për të përcjellë më shumë shpresë përmes fjalës së Perëndis, pastorët të cilët kanë qenë pjesë të programit, drejtues të rinjve, drejtues të shërbesave të ndryshme në kisha, por edhe çdo person që vjen nga komuniteti, duke nisur nga universiteti, biblioteka e qytetit, edhe shumë institucione të tjera, të cilat ndoshta nuk i përmend dot në këto momente, por që patjetër
ata e din, kanë qenë bashkëpunues, kanë qenë të gatshëm për qenë në Radio Manuaj dhe në programin Muzik Plus dhe për mua ky është një vlerësim edhe një kënaqësi shumë e madhe. Ju falenderoj dhe ju uroj gëzuar Krishtlindjen, edhe pse jo, një vit i ri sa më i mbar. Ju falenderojmë që keni mbushur shtëpinë tonë plot. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa një shtëpi që është e mbushur plot. Dhe meqense po flasim për miqt, sepse deri tani kemi folur për dashurinë, paqen, gëzimin dhe për miqësinë. Por pse mos dëgjojmë një këngë për mikun më të madh që mund të ketë një person. Dhe është një këngë që vjen nga Petrina jon, Petrina Kalaveshi, me këngën Çmik na është Jezus Krishti. Ju përshëndesim dhe rikthehemi vetëm pas pak me Xhimin. Çmik na është Jezus Krishti, në çdo rast ai na mbroj. Shprivilegjti shpijen Zoti, çdo gjë që zemrën na lëndoi. O, ç'gëzim shumë e largoj më, o, ç'mundim me heqin kohë, vetëm se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhit Zot. Kemi nga sjellë mundime, kemi mbush me hidëri, letja bëjmë të njohur Zotin, na duron ai gëzim. Gjejmë dot një mik të tillë, tjetër mik si Zotin Krisht. Jo pra se në hap tregoj, ç'të mundon të kotësi. Në jeton në ingarkuar, edhe parën nuk bandoj. Ngrilar sy dhe shiko Zotin, vetëm mos mundo më kohë. Çmik na është Jezus Krishti, kënduar nga Petrina Kalaveshi, është kjo kënga që na rikthen në studio në programit Muzik Plus dhe kështu pa e kuptuar miq, mbrim në fund të puntatës së ditës së sotme, por përpara se të bëjmë atë mbylljen Xhimi, cili është mesazhi që ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur sot? Kela ka menduar shumë kohë për çfarë do them në këto momente, sepse është shumë e vështirë të vendosësh për një gjë. Prandaj nuk do them një gjë, do them disa gjëra. E di që e kemi pak problem kohën, por mendoj që ja vlen ti thuash. Para pak kohësh po dëgjoja një këngë nga indjeri Dr. Flori, kënga quhet Zemër thyer, dhe në një varg të këngës ai thot vetëm me besim tek Zoti ky popull do shpëtoj. Dhe po mendoja që ky populli jon, kombi shqiptar, ka dashur për herë që të jetë një popull i lumtur, si çdo popull tjetër. Madje një nga elementet ose personazhet shumë të njohura në mitologjinë tonë janë shtojzovallet, emri të cilave do të thotë shtoj Zot vallet. Shtoj Zot vallet, shtoj Zot gëzimin, shtoj Zot lumturinë, shtoj Zot begatim. Jemi një popull si gjithë të tjerët që ka kërkuar për herë të gjej lumturi, të gjej gëzim, të gjej paqe, të gjej begati. E megjithatë jemi goditur për herë nga rrethana të ndryshme politike, historike, sociale. Historia nuk na ka lënë të qetë, mund të themi. Dhe jemi një popull që kemi vuajtur shumë për gjatë viteve, për gjatë shekujve dhe nuk kemi hequr pak. Jemi pushtuar nga çdo vend që mund të na pushtonte. Dhe kur mendoj për këtë gjë dhe them, base gëzimin nuk mund ta gjejmë në rrethanat tona. Rrethanat ndryshojnë. Janë për herë bota është dinamike, bota është për herë në lëvizje. Pse mos e gjejmë gëzimin në një vend që nuk ndryshon asnjë? Pse mos e gjejmë gëzimin tek Perëndia? Dhe ky është një gëzim që është imun ndaj çdo situate, ndaj çdo ndryshimi, ndaj çdo konflikti, ndaj çdo tragjedie dhe ndaj çdo gjë që ndodh në jetën tonë. Gëzimi i Krishtlindjes është një gëzim që i qëndron gjithçkaje. Prandaj në këtë Krishtlindje
pse jo? Pse mos e gjejmë gëzimin tek Perëndia, tek fjala e gjallë që është Jezus Krishti? Dhe një gjë e bukur për Krishtlindjen, dhe po shikoja një fakt shumë interesant, në fillim të shekullit të 5 u shfaqën për herë të parë këmbanat. Dhe kuptimi i këmbanave është që ndërkohë që këmbana kalon nga një anë e trajektores në anën tjetër, pra nga një kulm në kulmin tjetër, përfaqëson dy ekstreme. Ekstremi të mirës dhe ekstremi të keqes, ekstremi i të pavdekshmes dhe ekstremi i të vdekshmes, ekstremi i hynores dhe ekstremi i mëkatarit. Dhe në këtë Krishtlindje gjejmë momentin ku e mira atakoi të keqen, ku e pavdekshme atakoi të vdekshmen dhe ku hynorja shkeli dheun që shkelim ne dhe mori ajrin që marrim ne. Dhe a ka gëzim më të madh se sa të dish që kemi një Perëndi të tillë që na do aq shumë, sa vjen, merr formën ton, kufizohet me kufizimet tona dhe na do aq shumë sa shkon dhe mban kryqin 2 ton mbi shpatulla dhe jep jetën për ne. A ka dashuri më të madhe se kjo për këtë Krishtlindje? Kështu që nëse mund të bëjmë një gjë është të përqafojmë dashurinë e Krishtit në çdo mënyrë që kemi, në çdo rrethan, sido që ti jesh, kudo që je, sido që të jetë gjendja jote financiare, ekonomike, sido që ti jesh, kushdo që ti je, në çdo vend të jetës tënde dhe në çdo moment ti mund të përqafosh dashurinë e Krishtit. Gjimi kanë qenë fjalë të cilat patjetër jam e sigurt kanë inkurajuar dhe kanë prekur shumë njerëz që janë duke na ndjekur në këto momente. Ne përfundojmë puntatën speciale në këtë 25 dhjetor 2025. Ka qenë vërtet një kënaqësi e madhe për ne të dy të ishim drejt për së drejti në këtë Krishtlindje me të gjithë ata që na kanë ndjekur. Prandaj dua ta mbyll me një urim shumë të veçantë, gëzuar Krishtlindjen, paqja, dashuria, shpresa, drita e Krishtit të mbush jetët dhe zemrat tuaja. Faleminderit që ishit me ne në ditën e sotme. Gëzuar Krishtlindjen dhe ju përshëndesim me një këngë me një titull shumë të bukur. Do mbahem fort tek dorë e ti. Le të mbahemi të gjithë pas Perëndis. Ndjekim një këngë të jashtëzakonshme nga Çimi dhe Denisa. Ju përshëndesim dhe gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar miq, bashkë ridëgjojmë sërish vitin tjetër. Në janar. Duket si shumë larg. Do mbahem fort tek dorë e ti, dorë që nuk ndryshon. Do mbahem